Ministri në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari Lila, ka njoftuar se sot kanë nënshkruar vendimin për caktimin e çmimeve të produkteve të naftës, pas rrjetjes së menjëhershme të derivateve, si rrjedhoi ngjarjeve në lindjen e mesme. Ky vendim është konsideruar i domosdoshëm për mbrojtjen e konsumatorëve dhe garantimin e konkurrencës së drejtë e të ndershme në tregun vendor. Në vendimin e ministrisë, bëhet e ditur se marzha tregtare maksimale e lejuar është deri në 2 eurocent për litër në shitjen me shumicë dhe deri në 12 eurocent për litër në shitjen me pakicë. Po ashtu është bërë e ditur se inspektorët do të jenë në terren për të mbikëqyrur zbatimin e këtij vendimi dhe në rast të parregullsive do të merren masa. Ndërkaq ministria ka ftuar të gjithë qytetarët që nëse evidentojnë parregullsi apo mashtrim të mundshëm në lidhje me çmimet e derivateve, mund të kontaktojnë ministrinë në numrin pa pagesë 0800 11 000 apo përmes emailit zyrtar konsumatori@rksvisgov.net.